Të nderuar vëllezër, selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hapi I parë, s'ka dyshim I përmirësimit, nderuar vëllezër, dhe I largimit nga veset e këqija, nga veprat e këqija, nga gjunohet, nga mbetjet e ignorancës, është pranimi. Pranimi, ky është hapi I parë I shërimit dhe I largimit nga mëkatet. Andaj këtë temë do të trajtojmë sot inshallah taala përmes disa pika të vështirë. Pra kemi kaluar nga java e kaluar, kemi kaluar në pjesën e dytë të serisë, cilën jemi duke sqaruar. Fillimisht kemi përmend disa prej mbetjeve të ignorancës ose veprave, veseve të këqija, pastaj do të vazhdojmë me pjesën e dytë të kësaj serie, e cila është shërimi, largimi dhe përmirësimi nga gabimet e kaluara. Hapi I parë është pranimi I gjendjes në cilën je. Me pranu se je gabim. Është fjala me pranu para Allahut subhanahu wa taala. Pikja po gabimi është njerëzor. Gabimi është pjesë e njerëzillëkut. Nuk ka njeri pa gabim. Këto duhet me ditë të gjithë. Ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, kullu bani Adama khata'un. Të gjithë njerëzit beta e Ademit janë gabimtarë. Pra, nuk je as ti asun të pagabueshëm. Të gjithë janë, përveç profetët Allahut azza wa jall, cilët kanë qenë të mbrojtur nga onë Allahu subhanahu wa ta'ala. Të tjerët, të gjithë janë gabimtarë. Madje edhe profetët I kanë pas disa, I në çështje të kumtimit të fesë, ata janë të mesazhit, janë të pagabueshëm. Andaj kjo është e parë, dhe kjo në farforme jep një farlloj force besimtarit dhe njeriu të më kthy. Sepse gabimi nuk është I mirë, po dyshim, mirë po është pjesë e jetës. Andaj secili njeriu është gabimtar dhe me bë gabim nuk është mëkat, por ka edhe diçka më të madhe, ajo është këmbgulësia, dhe kjo është pika e dytë. Gabimi më I madh të dashur vëllezër është kur njeriu këmbgul në gabimin e tij dhe nuk pranon me ndryshu. Bëhet një falloj arroganti. Përndryshe pa gabime s'jem asnjë, pa lëshime s'jem asnjë, pa tmeta s'jem asnjë, as në raport me Allahun fillimisht, por as në raport me njëri tjetrin. Të gjithë. Edhe në shtëpinë e profetit kishte gabime. Ndodheshin të loshe, probleme. Mirë po, problemi është vëllezër, dhe gabimi I madh është kur njeriu këmbgul në gabimin e tij dhe nuk e pranon se ka gabu ose se ka keq. Se pranon. E ky mos pranimi I gabimit të dashur vëllezër dhe këmbgulësia në mëkat, edhe kur të sqarohet, edhe kur të kuptojsh të vërtetën, edhe kur dikush ta tërheq vërejtjen, kjo këmbgulësi është cilësi e kujna. Është cilësi e iblisit, I mallkuar që është, cilësi e shejtanit. Andaj kur Allah azza wa jalla tha, bëni sejdë Ademit, çka tha? A miron sejdë atij që ke kriju pe dhe ju? S'ka mundësi. Kur njeriu këmbgul është vëllezër në gabim dhe s'pranon të vërtetën, s'pranon të drejtën,
se pranon të mirën, thot ja mirë jam unë. Alhamdulillah mirë jam unë. E kjo është belaja, kjo është belaja e madhe. Tretë dashur vëllezër, pranimi i gabimit është hapi i parë drejt përmirësimit. Pranimi i gabimit është hapi i parë drejt përmirësimit dhe kthimit te Allahu subhanahu wa taala. Pa e pranuar kon fjalën vetën tonë, që je gabim, që kjo gjendje nuk është e mirë, që kjo vepër që të bën nuk është e mirë, pa e pranuar s'mundesh më ndryshu. Sepse nuk je i bindur që je gabim. Andaj kur të pranon dhe të vjen marrë çka je të bë, dhe të turpërohesh para Allahu subhanahu wa taala, kjo është fillimi me lejen e Allahut subhanahu wa taala i shërimit. E pa ndije që do të shohësh në vetë besimtarit që është gabim, s'mundet më përmirësu. Është ta përhatër dikujt na 2-3 herë e ndryshon, mirë po me elon me katin është e vështirë. Andaj pranimi el-i'tiraf, pranimi i mëkatit është hapi parë drejt zgjidhjes, drejt shërimit, drejt pastrimit nga mbetjet e ignorancës. Kena plot ashtu vëllezër. Kena plot veset e ignorancës, sa dush. Se Selemonal më apo vetes në farlloj skeneri të fjalëve, të veprave, të sjelljeve të tij në shtëpi me anëtar të familjes, në xhami me xhamat, në raport me Zotin, wallahi dolin, s'po them 2-3, me dhjetra gabime, të meta, vese të këqija dhe të liga i dolin shesh. Mirë po, kjo kënaqësia me veten, kjo është belaja. E kur e pranon se forca von, prano këtë gabim. Këshyr haram, prano këtë gabim. Punon me haram, prano këtë gabim. Runa Zot mashtron, gabim i madh. Ti mundesh më fal. Po kënena mashtron, ose gënjen, ose bën dallëver, ose sillesh mirë me anëtar të familjes, në xhami me laçe, e të shtëpia me grua me fëmijë, ose me baba me non kërka hiq. Pranimi i gabimit është hapi parë i kërkimit të shërimit. Sikur se njeriu kur e ka ndaj smundje, o te filan, jo ata do ne mirjam, sa s'ka. Ai është të shku te poshtë çdo ditë. Po kur thot sa s'ka, domethënë ai nuk është interesum as me fillu, as me shku te mjeku, as me kërku ilaç, sepse thot unë jam mirë. E në kofsh mirë, Allahu ndihmoft. Kthimi të dashur vëllezër, kthimi në të vërtetën, në cilësi të mira, është karakteri burrave të mëdhej. Jo gjithkush e pranon gabimin. Jo gjithkush i thot ma bën halal, unë fal, unë e kesh gabim, se thot se bën këto gjithkush. Se bën gjithkush, që dhe mbas na shqiptar. Qa është të rrejnë me vjet, 30 vjet, 50 vjet, nuk i fol për i fjallë goje si shkëndirë. Më ka thonë qështu, dhe së është në gjendje mi thonë, bëma halal. Edhe nëse nuk e kanë hiç gabim. Pranimi i fajt, ose pranimi i gabimit, është cilësi e burrave të mëdhej. Burrat e mëdhej thojnë më fal. I thojnë Allahut, i thojnë njerëzve. Ka gabu, thot më ban halal dhe burr. Kurse i ligu kallëzohet i lig. I ligu s'ta fal. Ma dhe disa subhanallah, do shta menzi s'kam prit që edhe ti me gabu nda e ti edhe e tash me thonë, kur s'ta bëj Allah. Dhe i karakter, do shta vëzër, i burrave të mëdhej është kërkimi i faljes dhe pranimi
pranimi i gabimit. Nuk është ligështi, nuk është ligësi, po është burrëri me pranu gabimin, dhe është burrëri dhe është pjesë e imanit, pastaj me pranu dhe gjinohin. Nësë për kërkojnë ata shme dalë me thonë para xhamatit, valla në pepranej që ku mba filan gjinohin. Ja, s'ka nevoj. Ato gjinohet mes teje dhe Zotit, Allahu që tja, ati ka dzej. Nësë për kërkojmë to. A mo thuj. Thuj. Nëse ki dosjen plot të zeza, thuj o Zot, ma fal filanin, ma fal filan gjën në gjinohin, ma fal filan në kodit e kështë të mëra. Sepse kjo është cilësi e burra të mëdhej. Dhe pika radhës, me pasë ndonjë, ose me pranu gabimin dhe me pasë ndonjë gabim, nuk ja ull vlerën e njeriut, sepse gabimi është pjesë njerëzore jona. Ka pas burra shumë atë maj se në të shëllëzër, se neve na vjen mërzit dikush me a thone pas e që të behome. Ja, s'ka mundësi dhe ti po më kallëzën mu. Që Sovjetën e falë, apo ti falësh, mundesh edhe në haz me shku, po që tu e ki që të behome. Burra thmaj sahabe. Ebu Dherri radiallahu ta'ala, Ebu Dherri kush ka qenë? Prej sahabive të dalluar që e ka lavdu profeti a.s. me emër. Dhe një qast kur e fyu njëri prej shokëve të ti për shkak të përkatësisë ti, i tha ti je biri i Zezakës, sepse ai nonën e kishte të zezë, çka ka faja që ka nonën e zezë. Ebu Dherri njëri sahabi dalluar i madh pa dyshim, por gaboj. I tha ti je biri i Zezakës. Dhe profeti në gjej dhe të dash për du më dalë. Tha inneke imruun fike gjahilije. Ti tha ki mbetet e ignorancës, o Ebu Dherr, besimtari mirë mja, përshe kjo është cilësi, kjo vesi keq. Ebu Dherri dhe thot profeti sallam, ti ke ignorancë më nëna. E shka bën Ebu Dherri radiallahu ta'ala anhu pastaj? Tha ja, s'ka mundësion e shkoj i ullë për para, ja shtrejt i faqën, ta shkelëm, tha në faqën, që të ma komën. Po shtram ta shtimu, sepse unet në qmova ty, në ato që ti s'ki faj. S'ki faj asë nëse je zi, asë nëse nonën e ki dzez, ose babën e ki dzez, ose nëse je filan kabiles, nuk i faj. Dhe nuk duhet me e linqu njërin, ose me e nënqmu, pse është i filan, ose që është di me ka njëherë popuj të tërë, me i përgoju se ata janë kështu. Ata janë zi, ata janë arab, ata janë kështu, na jena matë mirë, për shamë, ose brenda në gjemat e kështu më radhë. Andaj, dashurëzër, gabimet, lëshimet, ju ka ndodhe dhe burrave më të mëj, dhe kjo nuk ua ka ullë pozite. Pra se cili për nesh mundemi me pasë ndonjë temet, ose bim ndonjë kësi gabimi, i cili gabim është pjesë e njëron, se nuk i ka hije besimtarit. Andaj poenta është që mu përmisu dhe me kërku falje, me pranu. Mësë me kënë gullje, unë se këmë thonë, ose se thëmëne. Pastaj të dashur vëllezër, pranimi i gabimit është çelësi i zgjidhjes. Është çelësi i zgjidhjes. Nëse nuk pranon, ose se ke pranu, ose s'do këtë që i e keq, ti s'munesh nuk e kërkon, as nuk e kërkon zgjidhjen. Dhe vazhdon në gjendjen që je.
Përkundër që e zonë e thret, e zonë e sabat thret, e s'jo është më falë, e kështu më radhë, do këtë që e mirë. Qelësi kryesor i zgjidhjes dhe largimit nga këto vese dhe mëkate është që me i pranu dhe me thonë Allah subhanahu wa ta'ala jam gabim, kam gabu dhe më falë, kam pranu dhe burrat e mëdhej. Pejgamberi të Allahut, Musa a.s. Musa a.s. ka risu Allahu azza wa jall atë debatin, nëse muna me thonë, të Musës me Khidrin në surët Kaf. Kur i ka bo Khidri disa veprime, Musa u çudit. A në fillim ata e në marrë vesh, ka thonë, unë po të marrë me më shashëru, vesh mos më thuj pse po bën çështu. Mirë, po i ka bo disa veprime që ka qenë të çuditshme. Edhe Musa, e pse që to? E na marrë vesh. Në rregull, ma bën halal. E ka bëni veprimi që ditëshëm, e pse pe bënë që to? E në mërë vesh. Tani qka Musa që i tha? La tu akhidhni bima nësi. Mos më qërtër, mos ma shë për kusur, se po harroj. Musa a.s. Musa. Kelimullah, personi që i ka folë Allahu, prej ulul azmëve. Dhe e pranë, thëtune, po harrova. Gabimi, harresa është normale. Jemi njerëz, mirë, po nuk është normale dhe nuk është prej fejës kur e ka qitë kryt. Edhe qashtë të des, me që ata kryt, shkan edhe des, edhe thëtë, ja, së më rejëme. Do të me nru, do të me përmisu. Dhe kejtu i badit e dashur dhe zërë, qëka i bojna? Përveç shpërblimit, nuk e kanë vetëm synim shpërblimin, as namazi, agjerimi, hoxhi, e kanë synim edhe objektiv shpërblimin, por kanë edhe një objektiv të dhe me në përmisu ahlakun sjelljen. Krejt, gjitha ibadetet kanë ardhur me përmisu njeriu. Inna salate tenha anil fahshai wal munkar. Namazi largon nga veprat e këqija. Kush e bën hoxhin e s'fol keq e s'bën keq, kush agjeron e s'fol keq, ibadetet e kanë që qëllimin me na përmisu. Dhe është normale pra që besimtari me pas gabime, me pas çrime, mirë, por nuk është normale kur ai nuk dën më përmisu dhe me i largu disa vese të këqija mbetje të ignorancës. Dhe ngel, subhanallah, ngeli njëti person, qysh ka qenë para se më udhëzu, qaj që i ka qenë? Po jo i dashur Allah. Kur fillesh më falë, do të më ndryshu. Kur shkojsh haq, do të më ndryshu. Nëse rrin me shoqëni të mirë, hoxha haxhi, po ki që me nejt me ta, do të më ndryshu. Do të më ndryshu. Subhanallah, do shëzër, këthimit Allah azza wa jalla është për vepra më të mëdha. Këthimit Allah subhanahu wa ta'ala është për vepra më të mëdha. E pranimi bëhet me qëllim të këthimit të Zotit. Nuk ka diçka më të madhe në këtë dynja për njeriu dhe për robën se sa momenti kur ai kthehet Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka thonë disa dietarë, kjo është sikurse me lind për zdyti. Në momentin që e ke gjetë rrugën e drejtë dhe e kthyet te Zoti është sikurse me lind për zdyti. Subhanallah. Andaj Allahu azza wa jall i çon disa sprova për me na qut disa mesazhe. Për shembull, në marrë shembull që nuk është 100% me ata që ka po du me folë për Allahun azza wa jall. Mirë po, për me afru pak që ka po du me thonë. Këto është shtetet e forta, fuqit e mëdha, kur dojnë me i kallëzu dikujna që me nej turp, ja qojnë ka pak bombë një diçka e thët, apo në gënë, anadina dhe ndryshe. Allahu subhanahu wa ta'ala e sprovon ka njëherë njerin
me disa gjana, për shembull me smundje, runa zot. E sprovon jo me qëllim me dënu, po me qëllim me kthy te Zoti. Ja çon smundje të rënd që ai e sheh që nuk ka shpëtim dhe ilaç veç te i madhi Zot. Kjo është e rënd me bojt. Mirë, po kjo është rahmet për ato. Sepse ai s'ka dosh me një për Zotin. Deri kur Allah ka godit. Ose dikon e sëron ja mërë në i fëmija, diçka e sprovon fort, edhe qatë ndodhë këthimet Allah subhanahu wa ta'ala, do t'ju dërgojmë, do t'ju dënojmë min adhab, do t'ju qojmë diçka prej dënimit, të but, të ult. Dënimi madh është atje, Allah në rujt. Po edhe në këtë dynja dhe të Allah, ju qaj ka pak, ju lkuni ka pak, ju shkuni ka pak, me smuja, me fukarallak, dikush ka njerë nga sman me këshyr pak, a je kon asia. Pse ja Rabbel Alemin? La'allahum yarji'un. Ndoshta ata kthehen, ndoshta ata përmisohen, ndoshta pendohen. Ka dikush që është i lidhën shumë mas dëllë Allahut. E sëron Allahut, ta, e që të dëgojnë. Dikush është i lidhën mas e vladit, e kështë më radhë. Andaj, Allahut dënë që te dhe une më këthyt e Zoti. Po dikush nuk kthehet, veç kur Allahu e shkum pak, e sërvan këgja farë. E sa njeri do është lëzër plëtë rastë të ka, thot jam pëndu, kër e kumë pa deken me sy. U shku dejnë stëmë, pa Allah e ka shëru, u këthy u ba tjetër. Gjithashtu, subhanahu Allah, zë thot, disa të lashët ashtë dhe zërë, disa problemet që ka ndodhin në tokë, fesad, kë fesad i madhë që po bëhat. Për ditë, për një gjëra që s'këna ndëgju ma heret. Probleme në familje s'këna ndëgju ma heret. S'këna ndëgju ma heret. Nona e shkret me dorë me folë para kamere, me thoni i kam 4 fëmijë dhe për jetoj vetën, të gjithë për jetojnë, për kanë qef me jetu me familjet vetë, ajo me jetë vetën, s'ka në ndëgju ma heret. E me mbet prind, me jetu vetën në Kosovë, e 20-30 rëbë tjirë, ose antarë familjes në përëndim, s'ka në ndëgju ma heret. Gjithë kjo shkurërzim, që ka po ndodhë, s'ka në ndëgju ma heret. Gjithë kjo luft, pa siguri. Këtë Allah subhanahu wa ta'ala, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. është faq fesadi në tokë dhe në deti si rezultat i veprave të njerëzve. Gjithë kjo të lashet si rezultat i joni është. O Wallahi joni është. Së tash joni që jenë qëto, po i njerëzve. Sot njerëz kanë fillu me bo gjona që as hajvanati si bojnë. Liudhikahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Pravat Allah azza wa jall, këto të lashe, këto smundje, këto në rezultat i veprave t'juve njerëz, i mëkateve t'juve njerëz, i largimit t'juve njerëz. Pse? Një farloj dënimi për Allah, kjo është pjesë e dënimit Zotit la'allahum yarji'un. Ky dënim është shumë i vogël dhe ky dënim sipas tij ajeti është për qëllim që na është ta kthehen njerëz, na është ta permisohen. Për shembull, e pam pandemin, Covidin, e pam Covidin. Subhanallahu, edhe ata që deshin s'ka zot kur i rrok Covidin, bëshin nalt. Veç ai nalt. Ti ku ke dhe sot? Tash s'ka. Shë në kam pare, kam to,
i harrove pore, të mshelin. U këthyma apet veç ako mirë. Pra, ndodhin ka njerë, të vëllezër, që njerës të më këthy. Subhanallah. Vend evropiane kemi po plot video. Pa besimtar, ateista. Po kur mjekësia i qaj durët, vëlla na s'po dim çfarë ka ndodhur, veç ai nalt mundet. Valla ka dalë. Pra është pranim dashur vëllezër, për më kthyt e Zotit. Në kthimet Allah subhanahu wa taala është i kërkuar çdo herë. El-i'tiraf, pranimi dashur vëllezër është mi hap rrugë pendimit. Subhanallah. Qysh mu pendu? Qysh me t'i falë Allahu kur ti nuk i thu që jem gabim? Pranimi i gabimit ose i mekatit është mi hap rrugë pendimit tek Allahu azza wa jall. Ndërsa nëse vazhdon me thonë se ja një mirë, alhamdulillah, veç vazhdo, qashtu rrej. Nuk të ndryshon gjendjen. Kush ai që e pranon, e kupton që është gabim, dhe vje keq që është gabim, kjo është fillimi i kërkimit dhe i falës Allah subhanahu wa taala. Wa akharun i'tarafu bi dhunubihim. Allah ka folë për munafikët. Pastaj thotë dhe kurse të tjerët i'tarafu bi dhunubihim. I kanë pranuar gjunohet e tyre. Pastaj do shëllëzër, pranimi dhe pendimi janë ibadet. Ibadet. Allahu don shumë pendimin. Allahu don shumë kur robi ti kthehet, i vjen keq. I thotë Zot më fal. Shumë ka qenë Allah subhanahu wa taala. Subhanallah, më dhe ka thonë për vetë asë. Allahu gëzohet me pendimin e robit ti. Ma shumë se njëri kur e zirë nëj telashe të kësoj dynjoje, e ka morat shemë në ati i ka hubë devja, i ka hubë e kështë më radhë. Shumë Allahu zëzër ka dëshirë për robit ti, këtheje. Andaj, veç pendimi, ose pendimi si pendim, është ibadet i zemrës pa dyshim, që Allah subhanahu wa ta'ala e dënë shumë. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Dhe ata cilët, kur bojnë keq, fahishe, kur bojnë në vepër të keqe, dhe i bojnë zullum vetës së tyre, po përmes gjunohave, dhakarullah, ju bjen men Allah subhanahu wa ta'ala, ju kujtohet Allah, fastaghfiru li dhunubihim, dhe i kërkojnë falje Allahut për mëkatet e tyre. E kush është ai që i fal mëkatet pas Allah subhanahu wa ta'ala? Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dhe ata nuk këmbgulin nga bim. Zoti ka lavdu këta njerëz. Dhe për ta pastaj ka premtuar shpërblim të madh. Më kthy të dashur vëllezër me pranu pendimin këtë botë para se marrë momenti kur insani pranon për bëhet vorë. Me pranu tash gabimin kur pranohet dhe falen dhe kojnë më falen, para se marrë dita kur nuk pranohet pendimi, kthimi dhe falja. Ajo është ditën e gjykimit. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Banorët xhenemit i thonë xhenetlit,
pse mëri ju keni hi këtu, se nishe e zonina, a se nishe hoxën të mojtë dersa, pse këtu? Që ditën, pse ke hynë xhenem? Pse ke hynë xhenem kur, elhamdulillah, ka që zoti hoxëllarët, e ligjëratat, e dejerset e Kur'anën e profetin kome, po thirë për çdo ditë, haja ala salah, haja ala falah, hajde namaz, hajde në shpëtim, çdo ditë, publikisht, hajde në shpëtim. Thash, që ditë dhe të qyshti e ke ndëgju, edhe prap ke hyjë atje. Çka thojnë? وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Me pa konë që ndëgjojnë e linë dhe kuptojnë si që në konë së të gjene. Pra, s'kena dasht në linë, as me kuptu, as menin me avnu. Fa'tarafu bi dhunubihim, ajeti pasos. Fa'tarafu bi dhunubihim është, ata e pranojnë që kanë qenë gabim. Amo, fësuhkan li ashabi sa'ir, andaj të poshtruar janë banorët e xhenamit. Krymo, e pranojnë, sigurisht që kanë me pranu atëherë. Mirë po, atëherë bëhet të dashur. Andaj besimtarit duhet të më kthy, me i pranu gabimet, lëshimet, të veta, ndaj Allahut, ndaj njerëzve, para se më ardhë momenti dhe dita që i bina pishman, edhe shohëm që jena konë gabim, edhe si ka vle mirë po, nuk ka më mrapa. Krejnë të funda shumë dhe për e përmbylli këtë temë, me disa shembuj që Allah Azza wa Jalla ka përmendur në Kur'an, të profetëve, të burrave të mëdhej. Profeti Allah Azza wa Jalla, dhe kur kanë gabu, jenë kthy. Nuhi alayhi salatu wassalam, kur i tha, o Zot, djalin tem tha, të shtina nije. Djali nuk ishte besimtar. Tha, nuk është ai djali atë. Na njihen vetëm besimtarët. Ky është kriteri. Na njihen e shpëtimit të Nuhit, kriter ka qenë me hi Nuhi me morë vetëm besimtarët. A është tash i familjes, asë është kështë ka qenë kriter. E Nuhi me djali jashtë, pedhi me djali. Dhe o Zot, djalin, ka është ta djali jetë. E Nuhi a.s. pastaj tha, qala Rabbi, inni a'udhu bike an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin. O Zot, kërkoj falje, që po lutna për diçka që anë s'jem të ditë. Kërkohet diçka që ka zbën. S'këm diun ato. E nëse sën fal, subhanallah, nëse sën fal, kam e kom për të shkatruarve, Nuhi a.s. 950 vjetë Nuhi a.s. ka bo davet. 950 vjetë ka thirë nutë Allahut Azza wa Jalla. Edhe për një gabim, për thëtë Allahut, nëse sën falti o Zot, unë kam e qenë për të humbërve. Kurse ne gabime ditën edhe natën të mëdha dhe të vogla me dije dhe pa dije, edhe mashallah rina qetë, keshëm, festojna, shkojna në pushime, mashallah, sikur me pas sigur xhenetin Firdaus. Yunus a.s. Yunus a.s. Edhe pse? Sepse u lot për podhën e tij. Kur hini atje në barkën e balenës, në thellësinë e detit, po që veç, kush e pështën? Pranimi i gabimit. Andaj thirin Yunusi, ka vërisu Allah zërë, fanada
fi dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Dhe ka thirrë me Zotin e Madh në thellësitë e detit, në barkun e balenës. An la ilaha illa anta subhanak. A i këna thonë herë Allah dhe zënë qështu? A i këna thonë kujtohet njësa me kate që i ke bo. Sa dush kena me kate. Sa dush. La ilaha illa anta subhanaka. Inni kuntu min adh-dhalimin. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje, i madhruar jeti. Subhanaka. Inni kuntu min adh-dhalimin. Unë vërtet isha prej zullumçarëve. Zullumçarë. Andaj Allahu më njëherë ja pranaj. Ama kur e pranaj? Ja pranaj pendimin dhe e fali kur ai tha, o Zot, më falë se pa kërku heq frajerë. Me kote dhe në fyt, edhe i doka që mashallah. Yunusi, pastaj pejgamberët tjerë, Musa a.s. Qale Rabbi inni dhalamtu nafsi, subhanallah. Musa a.s. E din historinë e Musës, prej kur ka lind foshi, që ka heke me Firaonin. Sa zullumin e ka posë e ka boj. Qale Rabbi, tha o Zoti, inni dhalamtu nafsi faghfirli. Innehu huwa al-ghafur. Faghfara la. O Zot tha, dhalamtu nafsi, ku bo zullum vetes. Andaj më fal. Faghfara la. I afali Allah. Allah është falës i madh. Dhe krejnë në fund të ta shëpëzër, subhanallah, Allah ka gjëstu edhe një këthim dhe një pendim dhe një pranim të gabimit të këna, të sihirbazave në kohën e Musës, të cilët punëshin për Firaonin, argat e Firaonit. Por kur e ponë që i kanë qenë gabim, dhe e ponë Musën a.s. dhe argumentin se Musa nuk është të bo siher dhe magji, ata ishin magjistar. E Musa nuk për bon magji, atër qka? Atër u penduan, u këthyën të Allah subhanahu wa ta'ala dhe Allahu i fali. Magjistar, gabimtar të mëdhej, zullumqar të mëdhej, argat të Firaunit, por në momentin që pranuan gabimin dhe i kërkuan Allahut me fal, Allahu i fali. Hapi i pari për besimit, i largimit nga të këqijat dhe i flakjes së vese dhe të këqijat dhe mbetjet e ignorancës, pra është pranimi i gabimit dhe pastaj kërkim falja. Allahu na fal metat tona, ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.